Lugina e Drinos, një prej zonave më të pasura për sa i përket biodiversitetit, është kthyer në një korridor natyror për shpendët e rrallë që migrojnë drejt jugut të Shqipërisë. Edhe këtë pranverë, shpendët shtektar kanë zhvilluar ritualin e kthimit nga vendet e ngrohta. Bashkia Tropull, pjesë e kësaj lugine, synon të shfrytëzojë këtë pasuri të natyrës për të promovuar turizmin ekologjik, duke kthyer shpendët në një atraksion të ri për vizitorët. Në Bashkinë Tropull kemi disa lloje të cilat çdo vit folezojnë, siç është lejlegu i cili ishte i pranishëm dhe dje në folet e ndërtuara në këto zonë. Është edhe Kali Kyqjes, që është një spend i veçantë për qarkun e Gjirokastrës, që zgjen dhe folezon vetëm në qarkun e Gjirokastrës në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe kemi dhe skifterin Këtëravert që folezon gjatë beharit në qarkun e Gjirokastrës. Janë shpend të rrallë, të cilët kanë vlera të mëdha turistike dhe ekologjike. Shpendët si lejleku, Kali Kyqjes dhe skifteri Këtëravert jo vetëm që janë rikthyer në këtë zonë, por tashmë po marrin edhe vëmendjen e duhur të autoriteteve vendore. Bashkia tonë ka marrë masat si vjet këta përdori këtë event të madh për të bërë promovimin e zonës të këtyre llojeve të veçanta. Do të ndërtohet një kull e lartë, që do të vendoset një teleskop në të cilën njerëzit mund të dallojnë lëvizjen gjatë shtektimit të shpendëve dhe lloje të ndryshme të shpendëve që qëndrojnë dhe lëvizin për të gjetur ushqimin në zonën tonë. Tashmë konstatohet një interes në rritje për vlerat natyrore të zonës së Tropullit dhe Gjirokastrës, të cilat pasurojnë edhe guida turistike.